S'kam dorë. Kishte dalë dhe ky Tedi Blushi sot me Tedi Blushi Lësi, që dalë konferencë shtypi me Samsonin. E pat? Jo. Ishte shpërndarë gjithandaj. Ti shihe si... Fizikisht? Jo, me videon pra, kishte televizorin. Kanë tarsu Lësi. Jo, po flisësh televizorin dhe i jepte. Ti shihe si... Jo, nuk si gëzova shumë. kontribut që ne japim Shqipërisë. Unë nuk gëzova shumë, vlla. U gëzova shumë që nga dritara jonë dalin ide që i merë opozita, falas po na i merë, ne rësës të i kemë vënoj çmim në fakt të nri. Jo, ne mund të bëjmë gjë tjetër. Kur të vi Samsoni këtu, që do e marri Meksi, në qoftë se duan Samsonin, aty du të ketë negociat tjetër. Atje koston shumë pastaj, sigurisht. Ishte perl, sa vajtjora. Ale dio. Ama se nuk rritot pa ta tregu këtë që më nise sot. Qa se nuk dëgjova? Ta shofin çunat këtë që më nise sot. Po kur të fillojmë emisionin? Para se të fillojmë emisionin, shive çik të shive. Video që të nisa unë. Po. Qarë perle, pat, Indri? Ta shofin çunat të çik. Se keni parë, çfarë mrekullia, ndërkohë që ne presim të fillojë lufta në Iran, shive që bëhet në Shqipëri për të mbijetuar. Ky djalë është talent, ky që bën këto gjëra. Ky shet dhe Gomer përveç tjerave. Unë s'kam kapur të Gomarit sot. Shet dhe Gomer, kaq euro Gomari thot i mirë në gjendje të mirë. Gomari kushton se janë të radhë. Po pikërisht pra. Këtu Gomer kemi më shumicë dhe xhanëm. Jo, është malli i radhë si Sot ky vlla, sot ky ka bërë një perl. Shioni, duhet të jeni në një gjendje të mirë me humorin ta shijoni. Se po të jeni të mërzitur nuk e shijoni fare, thoni ç'është ky budall. Po vetëm budall thosh. Shikoni si i rripet lëkurat shkretit nga gurrët, vetëm për të arritur performancën e videos. Shikoni. Çfarë perle, jepi le dio, jepi. Karotres Luli, partneri ideal i biznesit tuaj. Gjithë Karotres Luli, siç kanë bërë gjithë të tjerët. Transport kudo në gjithë Shqipërinë, por jo vetëm. Kroaci, Malizi, Maqedoni, aviona, autobus, kamiona, u amuncon Karotres Luli, si që thashtë dhe një, shikoj të gjitha mjetet që ka Karotres Luli, në çdo cep të Europës të jeni transport me Karotres. Ma nuk mund e më shikota, dikush thot që ky është artist më burr, se nuk mund ta bëjë të çdo njeri këtë më burr. Sigurisht. Ky është ofloger, ky është artist më burr. Absolut. Pra njerëz që duan të mbijetojnë në një zanat të vështirë, siç është komunikimi, shiko se ku i ka shku mendja vlla. Të tërheqi vetën me Karotres. Dhe nuk e di a e pat mirë apo jo, po njerëzit në shtëpi e kanë parë, sepse me se s'kan parë gjë s'ka fluajmë shumë akoma. Në Zhavor vlla, ishte ngritur dhe xhupi nga mbrapa Henri. Edhe shifje gjysmë kuriste kishte komplet në Zhavor dhe do jetë bërë gjak. Pse për të realizuar një video vlla? Marketing. I ka kap në një lek aty shkretet i Luli, do të jetë Karotres Luli në një film. Marketingu kushton, ha? Çfarë perle, çfarë ky djari këtu do marrë në emision vlogger. Të gjithë lulat janë mjeshtra të marketingut. Të gjithë lulat janë mjeshtra. Ky djali, Si e ka nga i batut për interesin e vetë. Dëgjoj, djali ka shumë video të tilla që futet në fuqi me ujë të ftohtë për të bërë reklam, bën çmendurira ky. Ky është një ndër. Është gjigant mo. Ky është djali, po ky pra i bën reklam, ky do të shesi Gomenat. Ky është djali që kur ishte protesta e studentëve, në mes të sallës e ka bërë dramën për i lek. Ky ka qenë? Po. Apo mirë fillojmë emisionin atëherë. Do e gjem? Duhet zëvendësuar. Duhet dënuar ai që. E gjem do ta marrim në emision? Po, vetëm se ai Jo, nuk besoj se na merr lek ne, se na do bëjmë reklam. Ose duhet të klering. blejmë një gomar. Jo, më do bëjmë klering. Do na japi ide për një hyrje emisioni spektakolar. Një njeri që është ekspert komunikimi do të pëlqej shumë ai. Jam i bindur të shijoj. Vetëm mos e merr në emision duhet të rresh me Karotres. Kam një ide më perverse apo. Direkt filluan të QR kodi, Ledio, para se fillojmë emisionin, mbrëma të gjithëve, ishim në orma para ca momentesh, po ju normal që nuk na pat dot, me një djalë që bën reklama, që bën kështu, që bën spote me një fjalë për të shitur, për të mbijetuar i shkreti, që bën reklama dhe më vjen një mesazh tani te QR kodi, te Totus më thon Çani ai nuk është artist, ka pas shkruar libra kundërshtoi Ramsi dhe i bën shiringën, më thotë.
Atë që më tha Flogerti. Po, Kundërshtoi Ramsit dhe i bë shiringën. Pra ky i quan të çmendur këtë. Ndërkohë ai vetëm i çmendur s'është. Ai është brillant, e kupton? ai ka shfrytzuar momentin atëherë dhe tani është personazh. A i shiri nga vetë. Gjigant. Jemi në pjesën e parë të emisionit sonte live zonja e Zotrinj. Ora është 21:05 minuta. Jam me Indrit Vokshi, Indrit mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Analist politik Indrit Vokshi, përballë ti kam Eri Çenon, edhe pse janë pothuajse kulturalisht djafas të dy. Eri Çeno është pjesë e Partisë Demokratike, edhe miq. Eri Çeno është pjesë e Partisë Demokratike, shef marrëdhënie me jashtë, me mbrëma Çeno. Sebastian Zonja, miku i emisionit, Sebastian Zonja, pjesë e emisionit, Gastar Plus në MCN TV. Sebastian e gjeni për që fituaj me statuse shumë interesante që e lëshon në statusin e tij në faqen e tij të Facebookut. Mjafton shkruani Sebastian Zonja dhe e gjeni atje. Flogert Muça, lexo.al, ekspert komunikimi Flogert, kënaqësi që më riktheve në studio. Faleminderit. Zonja Zotrinj, sonte si e premte që është dhe ne jemi live, ora është 9:06 minuta, unë i kam lajmëruar tashmë kolegët e mi, miqtë e mi në studio që nga momenti në moment aktualiteti i ditës që ne kemi në plan të flasim sonte, një 3 fabula që kemi përzgjedhur, mund të pritet nga çasti në çast. Stafi im është duke menaxhuar live, se të ne këtu s'mundemi sepse kemi mendjet e biseda, nëse Trumpi do nisi sot sulmin ndaj Iranit apo jo. Lajmet mediat botërore e kanë lajmëruar këtë gjë. Në fakt, thuhet që do nisi me 90%. Ca të tjerë thonë, për shembull ky si ka emrin? Shohim Polymarketin për shembull. Marsheimer për shembull. John Mearsheimer. John Mearsheimer ky thotë për shembull që nuk do nisi. Që është shumë i njohur ky Marsheimer apo jo? Mearsheimer sot është një nga geopoliticianët më në mod të momentit. Ai thotë nuk do nisi. Mearsheimer ka tezën që nuk duhet të nuk nisi. përthyhet si Amerika përballë lobit hebre. Po ne do flasim për këtë çështje, nëse do na ndodhi, do të ndërpresim dhe do futemi direkt. Po le të fillojmë pa humbur kohë jo me fabulën e parë. Ta plasim në ekran, një sekond, cila është fabula e parë, ta shoh edhe unë këtu tek skaleta ime. Fabula e parë në ekran i bie të jetë sigurisht lajmi i djeshëm, Ramsi që ndryshon maskat. Megjithatë, Fjana, ne kemi një foto me 4 ministrat që kanë hyrë. Nuk kemi vend të 7, se ishin ja 7 ministri, se disa ishin rokada apo jo. Që mund t'i themi kështu. 3 erdhën të rinj. Flogert, me që ti dhe Sebastiani jeni më shumë në fushën e lajmeve. Fotot do nxjerrim tani, janë këta të 4, nuk e di pse kemi 4 ne. Në fakt zgjidhe pak Ledio, plasë foton. Këta ministrat e rinj, që është, më duket se është Ferit Hoxha te Ministri i Jashtme që ka zvendësuar Spiropalin. I dyti plasë Ledio sa më shpejt, se memoria ime ka ikë për lesh. Ja, kam një problem vogël, kam një moment. Sigur ta dia. Kushte tjetër, pra Spiropali ikën, vjen Ferit Hoxha, Flogert vazhdo. Në vend të Ballukut vjen një djalë i panjohur që Enea, jo Enea. po në vend të Ballukut Enea Karakaçi. Enea ka emrin? Po, ishte administratori, Ka qenë vartës i Ballukut. ishte administratori OSHE-s. Dakord. Karakaçi po në vend Ballukut, tjetër? Eriona Ismaili, që është deputete e Vlorës, është ministre për marrëdhëniet me parlamentin. Kjo Bjondja, Po, simpatike. që të vënson Toni Gogun, dhe Ermal Nufi, ministri i mbrojtjes. Ermal Nufi. Po. Po ky ku ka qenë përpara? Vartë Ballukut. Ky, tani që flasim, ishte zëvend sekretari i përgjithshëm i kryeministrit. Zëvend sekretari i përgjithshëm. Qytetar në Ministrinë e Pra Ballukut. ka qenë zëvend si Agaçit ky, i Don Agaçit. Yes. Po, Okej. shkurtimisht kemi vetëm një mask që ndrohet, pra që është zonja Balluku, pra ikën zonja Balluku dhe vinë të gjithë varësit e saj që tregon një lloj pushtetit të Po saj. pse janë vartë të saj? Pritani, një sekondë, që mos spekuloj. Pjesë e strukturës që zonja Balluku gjatë kësaj periudhe disa vjeçare e ka drejtuar. Pra në të gjithë varësit e saj, nga i pari tek i fundit. Vetëm se duhet të themi një gjë për së vërtetës për të qenë luajal deri në fund. Historia e Ballukut nuk e di se do shkojë, do merret vesh. Sepse pritet imuniteti apo jo. A do ishin imuniteti apo jo në 5 mars. Por ajo që është për të kuptuar, ose sa më shumë kalojnë ditët, aq më shumë dhe njerëz e thjesht që smena e politika ka kuptuar që në fakt Balluku ka qenë praktikisht kryeministri i Shqipërisë, de facto. Me sa duket? Jo me sa duket, dhe këtë nuk e them me ironi. Ramsi 4 dhe i 3 ndoshta, nuk e di për të dytin, se s'mbahet mend tani, ka qenë gjithkohë nëpër aviona, ka qenë jashtë shtetit.
Jo, mor. Normalisht kjo zonja, Ai e ka konfirmuar vetë. po pra, kjo zonja bënte gjithçka. Kështu që mua do më dukej Enri pa mbajtur qendrim fare, do më dukej absurde që këta ministra që ka vënë Ramsi të jenë jashtë njohjeve të Ballukut. Sepse ajo ka qenë praktikisht kryeministre. Po, unë bëj edhe një lidhje tjetër, pra vetë largimin e zonjës Spiropali në një periudhë 5 mujore, dje ndoqëm në një farë mënyrë edhe ato që unë edhe në emisionin e kaluar, që herë në fundit që kemi qenë këtu, e cilësoj si subkonsciencën e Edi Ramës, që është Baton Axhiu. Pra, nëse duam të kuptojmë Edi Ramën, duhet të analizuar vetë e gjë retorika e Batonit në vazhdimsi. Mos je duke e ashtu, duke edhe më shumë rëndësi se duhet. Jo, ai është në kuptimin e plot shpërdor si subkonsciencë e Edi Ramës për të lëshuar mesazhe të qarta në periudha të ndryshme, në vite të ndryshme, që nga periudha kur diskutohesh marrëveshja Kosovë-Serbi deri më sot, pra unë kur bëj analizë psikologjike dhe politike të Edi Ramës, e gjej në retorikën e Baton Axhiut. Po ç'lidhje ka tani Batoni shkret me këta të katërt? Po, pra, në fjalët e Baton Axhiut ditën e djeshme dhe të një pjesë, pra, është larguar zonja Spiropali për performancë të dobët në takime ndërkombëtare. Pra, qeveria në këtë periudhën që pas 11 majit ka patur si thua që nga shtatorit vendosur. Po, pra, që pas zgjedhjeve të 11 majit, pra takimet ndërkombëtare të qeverisë, edhe të kryeministrit, po edhe të kabinetit të qeverisë, kanë qenë të pakta. Dhe si person që duhet të sakrifikohej, pra duhet të ishte ministra e jashtme, por ne mund të kuptojmë këtu. Javën e kaluar ishte mbledhja e Bordit të Paqes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Washington. Ne kemi informacion që vetë kryeministri, pra qeveria ka kërkuar takim zyrtar në Washington, në Departamentin e Shtetit, me sekretarin e Shtetit Marco Rubio, e cila nuk është realizuar. Por nga krau tjetër, disa javë më parë, ne kemi parë se si ministra e jashtme ka hyrë në shtëpinë e bardhë, ka patur takime në Departamentin e Tregtisë, në Departamentin e Shtetit, pra është personazhi që ka patur gjatë gjithë këtyre 5 muajve të fundit, pra që Ja një sekond, tani, se ti u futet direkt në Spiropali, pse iku, do thuash? Po, kjo është mesazhi i qartë, pra duket një formë mënyrë, pra ne mesazhin e gjejmë ndër rreshta. E kuptova. Në një sekond, do rikthehemi. Ajo ka qenë një kundërshtare me sa duket e zonjës Balluku, dhe zonja Balluku, me aq sa analizojmë ne, ka vënë veton që largimi im do sjellë edhe ndryshime të tilla. Dhe ka një kontroll më të madh të zonjës Balluku sot se sa dje kur ishte vetë ministre. Indrit, në fakt, të gjithë tonë në zë këtë që thotë Enri, në fakt, që Balluku normalisht, para se të ikte, i ka thënë Ramsit. Në një farë mënyrë ka kërkuar dhe ka pas dhe ajo në dorë që thotë diçka. Dhe me siguri, këto janë thashë theme të gjitha, se asgjë s'është konfirmuar, le ta themi këtë gjithë jemi korrekt. Thonë që me Elisën nuk shkonte mirë. Nuk është të thonë që ministrat shkojnë mirë me njëri tjetrin, edhe përgjithsisht në të gjitha qeverit ka rivalitet dhe përplasje midis ministrave. Ajo çfarë ne kuptojmë është që Belinda Balluku nuk është individ, por është një rrjet interesa shtetërore dhe të biznesit, dhe normalisht rrjeti interesave shtetërore dhe të biznesit do të ketë trofete vetë, pra do të godas kundërshtarët e vetë dhe do të bëj kurban politikanët që mund të shikoj... Po ç'level kishte të godiste Spiropali? Për të rritur influencën politike dhe për të kapur postet kyçe, ose në rastin më të mirë për të neutralizuar njerëzit të cilët mund të jenë potencialisht krijues të klaneve ose të lobeve brenda partisë dhe brenda qeverisë. Ju realisht mendoni që Elisa Spiropali, se unë njoh mirë personazhe, Elisa Spiropali mund të jetë ndonjëherë në një klan brenda PS-së, Elisa Spiropali, e cila sot dhe bëja pat nga reagimi i saj falenderonte Ramsin prap, Partia Socialiste... Po janë të mençur ato, pse mund se thua luajnë në rrogos? Reagimi sot... Ti ke ai ndryshon maskë. Është maskë. Jo, që janë maska janë të gjithë, janë maska të gjithë. Po pra, maska kujt është Spiropali? Përveç Feritit, nuk e di pse dua ta veçoj Feritin në fakt, ndoshta edhe për arsye personale, jo se e kam mik, po e njoh që kur isha i ri, që isha 18 vjeç, që bëjta shkollë lart për frëngjisht, dhe rastisëm që Feriti ishte një vit më i madh se unë, isha edhe ai për frëngjisht në shkollë dhe kemi qenë në një godinë. Edhe që atëherë më kujtohet që Feriti bënte diferencën me këta çunat e tjerë që ishim ne atje. Bënte diferencën edhe si kualitet. Unë çfarë thash, ka largim dhe ka Feriti është ndryshëm në fakt. Ka neutralizim të postit.
Pra bëhet neutralizimi i postit, ti heq një ministër që nuk e do thjesht për të mos ja lënë atij ministri dhe vendos ministrat. Pra dhe ti njësoj si Henri mendon Indrit që e ka heq Balluku Spiropanit. Unë mendoj si kolateral normal i luftës politike brenda qeverive. Ore, normal është, logjike është. Ju i keni parë qeveritë, edhe në qeverinë e zotit Berisha ka pasur shumë rivalitet, saqë Basha dhe Oldashi çonin letra kundër njëri tjetrit nëpër gazetar dhe nëpër media. Sigurisht. Edhe në këtë rast do të ketë përplasje politike. Lufta e brendshme është normale, ma ajo dihet. Ka qenë, Çështja është do të është jetë. e menaxhon dot kryeministri këtë lloj rivaliteti. Po e menaxhon me sa duket. Sigurisht me çfarë kosto për veten e tij. Se nëse dorëzon gjysmën e qeverisë tek një individ. Ja të shohim, të marrë një herë për gojë gjithë dhe pastaj bëjmë analizën. Seb dhe pastaj Flogen. Seb, ç'a mendimi ke për këtë Spiropanin dhe Feritin? Ti marri me radhë. Feriti, për mendimin tim, për aq sa e njoh, unë nuk e njoh personalisht, por me aq sa e kam dëgjuar kur drejtonte seancat në OKB, kur ka pasur bashkëpen mbajtës me SBA-t, mendoj se është një figurë e cila i shërben vendit. Po, Feriti e them dhe unë. Mund ta them dhe unë dhe aq më tepër që është një personazh neutral, nuk ka lidhje fare me kështu, nuk ka ideologji, është diplomat tamam par excellence. Feriti është një nga më të mirët që kemi ne. Është me të vërtet një nga... Pra mund të ishte në çdo qeveri Feriti, nuk ka lidhje me Ramsin. Mund të ishte në qeveri ku diun tani, Berisha, Lulbasha, ku diun Tosnano, Lirmeta, kushdo i ishte nga këta, Feritin, kushdo i ishte, unë them duhet ta kishte, sepse është një diplomat që ja vlen, sepse ka përvojë, ka 30 e ca vjet, njeh gjithë dynjan, është ka kostum diplomati, por pastaj pa u fut detajet tjera që janë i ka qef, po të merrni pak me psikologjinë, me mjekër, duket pak si norvegjez, nuk ka lidhje fare me Kafkat shqiptare, ke parasysh gjithë tjetër komplet, pra e përmirëson imazhin, më kupton çfarë do të them? Jo se Kafka shqiptare janë të këqija, por Kafka e Feritit është më interesante, është më simpatike. Është malsor. Është malsor vërtet Ferit Hoxha? Seriozisht? Nuk ka rëndësi se nga është vlla, po për mua Feriti ishte gjetje. Bile është gjuna që është kaq vonë. Do të ishte përpara. Është malsor për të thënë që ne e kemi kokën si Feriti. Patën e dy. Kur thasi norvegjez. Kur thasi norvegjez. Edhe mjekrën edhe... Norway, si thoshte Trapi, Norway. What is Norway? Norway. Gjanë më shumë se spanjoll, në fakt. Edhe spanjoll mund të ngjaj, po. Ostrogoth. Po pra ka fytyrë ndërkombëtare Feriti, është i lezetshëm. Ferit, nëse na shikon, urime suksese për detyrën e vet. Ambasador edhe mos e ketë merr çerrën vet. Jo, ashtu ka qenë që student, pra se unë e njoh, thash. Ka portret solar. Bëhet fjalë vitet 80 e kam njohur Ferit, më vëlla, kur vajta student 86-ën. Feriti ishte 1 vit apo 2 vjet më i madh son për frëngjisht dhe e kishin Feritin kështu, e shifnin sepse ishte dhe student shumë i mirë, ë. Do të thënë e dalloi Në fakt një figurë si Feriti. ambasadorit, do i bënte nder qeverisë që nëse do të ishte zgjedhur që në shtator, edhe për arsyen të atë objektivin kryesor që ka patur kryeministri përgjatë fushatës zgjedhore, ku ai cilësonte integrimin drejt institucioneve të Bashkimit Evropian, po kjo bie ndesh me atë që do publikohet nesër në Gjermani. Pra ku Po pra çfarë është një shkrim do publikohet? Po prit mos vik atje, mos ma diq tani. Shqiptar zbashku me presidentin Vučić kanë bërë një analizë, një letër e cila do publikohet nesër në Gjermani. Po ku në Gjermani, në cilin gazetë? Alemanjën, Frankfurter Alemanjët. Dakor. Një nga mediat kryesore. Po e di. Gjermane, ku këta i bën një kritik të hapur. Frankfurter Zeitung apo Alemanjë Zeitung. Zeitung Alemanjë Frankfurt. Frankfurt Zeitung Alemanjë. Nuk i ka emrin e gazetë, po shumë interesante. Pra, po duke ledio të kam nisur, nxirë pak punë. Me Ramën i bën. Jo, mos e nxirë tani, e kemi te fabula e dytë. Një analizë gjeopolitike, i bën kritik të hapur Bashkimit Evropian për vonesat në proceset e integrimit të... Henri, të lutem mos ma diq tani, se ti e duke folë për një shkrim që s'është publikuar akoma. Nuk e di si të ka rënë në dorë, e kemi me njerë pas maskave... Nga Frankfurti erdhe. Nga Frankfurti. Se do flasim për Gjermanët. Ku ka shkelur Rama, në cilën kallot Gjermanëve ka shkelur Ramsi? Po jo tani. Pra na i them subkonsciencë është Baton Haxhiu, se ai ishte i pari që doli dhe sulmoi Gjermanët. Po se dhe Batoni më burr tani që dhe them mos e fryni më shumë se duhet. Nuk e fryni, po është subkonsciencë, një lloj subkonsciencë. Po edhe Rama nuk do ta ngrej më shumë sa... Po ç'i pare, i pare me ke thënë ti para sa thoshe Batonit, tani mua në kafe. Ç'lidhje ka? Batoni i dëgjon, thjesht di verbalizon në ekranu kur. Pra Batoni Faj ka Batoni që del në televizor? Batoni bën atë që nuk e bëni ju, normalisht. Jo, Baton Haxhiu funksionon, jo vetëm ai, po gjithë struktura propagandës. Do ta zej lemzë tani Batonin. Funksionon nëpërmjet këta janë si celulat që të cilët funksionojnë me misione. Pra, i vinë mesazhet dhe... Nuk e gjej keq ti kjo? Jo, nuk thash gjë. Kjo është pelmë, por Ramsi ka gjithë jetën që këtë punë bën.
ti nuk do ta ngresh ai shumë, ndërkohë unë nuk ngrej batonin, po uli Edi Ramën. Mirë, rregull, ti mendon që ulur, por njerëzit nuk e marrin ashtu. Frankfurter Alemania Zeitung, kështu thuhet. E pra. Do ta nxjerr pastaj Ledio, një sekond. Mos e hiqin nga ajo ti marrin me radhë gjëra se ka një lëmsh informacionesh dhe thashë themesh. Për Feritin Sebastian, se të ndërpreva pak. Po të marrim dhe të shohim. Shkurtimisht, sepse kemi ide gjëra Është tjera. profil diplomatik per se. Spiro Pali, për shembull, marr një dallim shumë interesant. Fjala që mbajti ajo në Maqedoninë e Veriut dhe fjala që mbajti presidenti Bajram Begaj. Ishte më e drejtë për drejtë, Bajram Begaj ishte më i përgjithshëm. Në Maqedoninë e Veriut shqiptarët sot po hasin probleme të jashtëzakonshme. Dhe zonja Spiro Pali, si diplomate e Tiranës, shkoi dhe i tha disa gjëra. Sa fuqi kemi është çështje tjetër. Bajram Begaj sot nuk e bëri dot dallimin si president i Republikës së Shqipërisë. E dyta, nuk ka akuza penale. A kanë çështje të brendshme brenda Partisë Socialiste? Një politikan italian, Andreotti, thot një gjë të bukur, armiqt i kanë brenda partisë, kundërshtarët i kanë përballë. Në këtë kuptim, ajo që do thoja unë që ka një vlerë tjetër të kjo që ka bërë Partia Socialiste, është mosha mesatare e Partisë Socialiste. Çfarë do të thotë mosha mesatare? Po ti shohësh të gjithë kabinetin që ka sot Partia Socialiste e ka me moshë mesatare shumë tre. Për shembull, aty nuk kemi ministrin e ri të mbrojtje të Besfort Lamallarin, që shkoi nga drejtësia, shkoi tek... Prit mos ik atje. Mbarojmë me këta që kam në foto? Okej, thash se... Të lutem, jo nuk i kam ata. Çudia e madhe nuk i kam ata, kam vetëm këta të katër. Dakord. Se ta janë të rinj, dhe sa ata tjetër, ata ishin. 4 janë ndryshuar, është 7. Por ne po them pra, 4 janë ndryshuar, prandaj kemi nxjerrë 4. Mosha mesatare është shumë e rëndësishme në një Për subjekt. Spiro Palin, të lutem mos më ik në gjërat përgjithshme. Për Spiro Palin duhet të fort. Do të bëj pak tash e them, Spiro lutem. Pali është personazh politik, Ferit Hoxha është personazh jo Edhe një herë, është teknicien. Edhe një herë, Sebi, ajo që më duhet nga ty është kjo. Për ty, thjesht nga ana pa u fut detaje, është më mirë Feriti në vend Spiro Palit apo ishte më mirë Spiro Pali? Aktualisht jemi në fazën e hyrjes në BE është më mirë Feriti. Pa edhe ti beson këtë hyrje në BE, beson këtë si fazë. Besoj se pun 2-3 vjetësh hym në BE. Pra e beson Papagjiun kur thotë që busulla besoj jonë. Gjermanët, jo Papagjiun. Besoj Gjermanët. Okej. Nuk është Papagjia aty Rama. Besoj Gjermanët në këtë pikë. Se duan ata të na fusin, ë? Se di Sebi e tha. Ata kanë vënë kusht dhe kanë shpreh publikisht edhe grupi e eurodeputetëve gjermanë që erdhën javën e kaluar në Tiranë. Ikën prapë të Gjermanët ndërkohën e kanë çështje të dytë ata. Dhe ata e kanë shprehur Mos e lërtiki vlla. që I kam thënë Henrit, po. kritike për integrimin. Mos ma bdiq temën e dytë të lutem, Henri, i kemi me radhë gjërat, please, e kanë fiksim në ca momente. Kur e kemi 6 minuta mund të ngatarojmë gjithë dynjan e bëjmë çorb. Tani që jemi me kështu të lutem le ta vazhdojmë se më intereson. I ndriti e tha që ndrimin e vet, flok mbaroje me Spiro Palin. Atëherë, për zotin Hoxha po t'jap një lajm ose një parashikim. Jepe. Për një javë Partia Demokratike do e bëj cop. Ke për të pa. Do t'i bjerë. Cop. Gabim më të madh do bëj. Po ja do e shofësh. Ja, Do jemi këtu. Uroj që edhe miku që kemi përballë të mbaj qëndrimin që po mban sonte për zotin. Gabim do Hoxha bëj dhe ose i qëndrimin bjerë. e Po pse nga e ti do i bjerë? Ja do ta them te kafja dhe Luftës politike nuk i shpëton dot. Tani do i Po, bjerë. Më luft politikë ti bëjmë apo sipas njave, personale. A do i bie personalisht? Personale. Cop po them. Kanë për t'i hyrë. ke seriozisht? Në shtëpi, po ke për ta parë. Ti sigur punon, ti sigur ke spion për ta PD-s o plak. Një? Se ke shumë. Okej, tani. Është përfolur dhe ka qarkullu diçka në portale, por nuk është detyra ime ta them. Por çështja mendon se do e bëjnë. Ore fal një sekond. Fakti që qarkullon diçka në portale anonime nuk do të thotë që drejt për drejt do të. Okej, do ta shohim. Po zori llafi logert atëherë çdo na po. Do kërkojnë ndjes publikisht ndaj Partisë Demokratike që e kanë Po paragjykuar. më fal, je i bindur do i bien portalet e PD-s apo mos i bien portalet e PS-s që bëjnë sikur janë PD-s? Kujdes. Ka për t'i rënë zyrtar të PD-s, zyrtar të PD-s, zyrtar. Pyet edhe një herë. Zyrtar të PD-s. Zyrtar. Pyet edhe një herë, se kjo ishte e bukur. Vërgjeu kjo? Po. Je i bindur Floget që po i bien portalet e PD-s apo mos janë portalet e PD-s që mos janë portalet e PS-s që bëjnë sikur janë të PD-s? Se këtu tani Nuk e di kush janë ato të Se këtu tani vlla, gjithë çetrat e Shqipërisë hedhin lek pafund. Edhe ne paragjykojmë siç paragjykon gjithë, po nuk po i hyj asaj. Unë jo për shembull. Zyrtarisht. Unë tani joze, unë jam nga ata që po mora unë e them. Ti s'ke portal, ti je individ i Po mos thuaj ne atëre, mos thuaj ne. Po e kam në përgjithësi media, media. Po media janë ata. Unë po them zyrtar të Partisë Do i bien. Do i bien. Gabimi pa parë. Eri, je dakord i bien Feritit vëlla?
Unë nuk e di Me që na i tha floger. çfarë informacioni mund të bëhet. Po e zëm se, Kam fare. jo, e zëm se ndodh këto flogertim. Në aspektin profesional nuk kemi pse i bim. Po, pra. Por nëse ka probleme tjera, çështje të cilat ne nuk kemi informacion, pra mund të ketë çështje korruptive, mund të ketë çështje, nuk dim, thjesht mund ngrim hamet. Jo, ai tha personalisht pra flogerti, nuk tha në Personalisht do të kesh një arsye ti. familjarisht, gabimi madh shumë. Çfarë gabimi? Çfarë gabimi? Tani, Indrit, sa i përket gabimi pa parë do t'i ta bëj. Se ka zakon PD-ja që të bi njerëzve Kjo meriton Ledio, kjo meriton për Indritin një. Priti sekonde, kemi gati prit. Kjo meriton Ledio një super big gat. Ja, këto janë batuta që më duhen vlla. Me kaq thuaj gjithçka, kupton? Kaq. Tani dy fjalë. O Indriti e i madh. Një sekond, Ledio, bëje që gati vlla klipin e ri tani, se na i vodhën Samsonin. Na i vodhën, hajtë më shumë mirë bëjnë që e vodhën. E rëndësishme është që e kuptuan vonë. Rama ka disa muaj që bën atë që thot Samsoni atje. Samsoni kujdes mos e meni për qeveritarore. Mund t'i them dy fjalë? Është aktivist kundër qeverisë në Kenya. Aktivist i është OJF me fjalë. Është personazh opozitar. Shikoni Samsonin të vendosur ndryshe nga një vajzë që e gjeta unë një faqe në internet që më duket interesante. Me që erdhi momentin tani kanë marrë të gjithë syri, LSI-ja, të gjitha këto. I kanë marrë opozita këto, e kanë përdorur Samsonin, ta mbani me shëndet. Unë po t'isha në vëndin tuaj do thoshe a Samsoni Çanit, sepse fatikisht ajo ishte komplet një ide që na lindi ne spontanisht sepse e lidhe me ngjarjen. Ti e di, ti e di, edhe ky është një sekret mes ne dyve, ti e di që ata që ta kanë marrë Samsonin, ta duan, ta japin ty si merit dhe këtij emisioni. Nuk e thon publikisht, nuk e thon publikisht. Kjo është problemi. I ka filluar të japin në emisione, por nuk e thon. Jo, mua i vetmi që e them. Mua më kanë thënë Filani, kthe e thot Filani. Mua më kanë thënë nga atje ku s'duhet shohim askënd. Po të kanë thënë ty në tavolinë pra. Jo në tavolinë, jo. Po publikisht jo. Ka ardhur një letër që më është thënë që mos e hiqni kurrë atë kryeveprën që kanë nxjerrë Çani, siç është Samsoni Afrikani, më thash. Ta kam çuar atë letrën, nuk është për të bërë publike. Se mbaj mend. Ama se ma thua pas emisionit, çon si ka. Këto janë mobetet tona, publiku nuk intereson. Po jo, po është politik, prandaj. E rëndësishme është zonja Zotrin që Samson Samson si e kanë mbiemrin tani, po më kujton që mbiemrin. Samson ka një mbiemër shumë interesant. Ogiajo. Samson Ogiajo që jeton në Kenya, tashmë është një personazh në Shqipëri, i njohur, i famshëm. Dhe e kam bërë unë të famshëm prej më shumë se sa u bën 5 muaj tashmë, pak a shumë. Ndoshta edhe më shumë. Që kur e kemi futur këtë sezon duket e kemi futur, jo zonë e kaluar, e pra. Ka qenë 8 tonë 9 tonë gjë e tillë. Dakor? Më bëhet qefi që e kanë marrë portalet e opozitës, mirë është ta marrin vetë opozitës, sepse në fundit Ramsi dje në fjalimin e tij, 1 orë 45 minuta, par dje kur ishte, dje në Pallatin e Brigadave, që duke si mort në fakt, duke si arkivoli hapur ai me, po të shihte nga lart atë. Nga kamera nga lartë, nga një fotografi nga lartë e pata, apo jo një dritë. Duke si arkivol, se është gjitha e zezë, si arkivol i hapur. Pra ishte aty në krye, dhe ishte tavolina kështu me 83 pulat e tij. Arkivol komplet, i zi. Te fjalimi i tij, në një mënyrë nuk bëri gjë tjetër, verse ose i foli sub konsciencën, se nuk e tha rastisht, ishte e shkruar, ose i foli sub konsciencën Ramsit shkret, dhe tha, duke folur të teorizuar problemet e drejtësisë e këto të gjitha, Indrit, besoj e dëgjuat. Tha një moment saktuar që antikorrupsioni, ne nuk duhet të lejojmë tha që antikorrupsioni tha të bëhet një kur, pra antikorrupsioni të jetë s'mund të jetë kura më rëndë se smundja. Kura më e rëndë se sa smundja, se sa korrupsioni. Pra antikorrupsioni nuk mund të jetë tha kur më e rëndë se sa vetë korrupsioni. Lapsuset freudiane. E kishte të shkruar valla. Ne kemi 7-5-6 muaj që ja themi nëpërmjet Samsonit, shikoni sot të dy bashk. Do e keni çdo emision mbi 3-4 herë, sepse në ekranin ju e dini, asnjëherë nuk ka asnjëherë herë të parë dhe herë të fundit, duhet përsëritur gjithmonë mesazhi dhe ndryshe nuk ekziston. Ekrani është eter, i jepi Ledio. Kur antikorrupsioni është bërë një kur më dëmshme se sa vetë smundja e korrupsionit. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Perl, më është i paparë, më burë. Floket vazhdojmë mobetin. Po thoshe për atë? Po thoshe për Spiroparin? Pash, do të thënë,
Po ndiqja reagimin e Spiropalit, se në qoftë se mund t'i bësh analizë çdo ndryshimi qeverie nga 92-shi deri më sot, ndryshimi i Spiropalit, në këndvështrimin tim, ishte absurd. Pra, kjo pa paragjykuar dhe Heqja thua ti, heqja. Po, kjo pa paragjykuar në mënyrë absolute atë që ju thatë, ndaj Ferit Hoxhës. Pra, nuk kam diskutime fare për zotësinë e tij si diplomat. Absolutisht. Por, domethënë, heqja e një ministri, zëvendësimi i një ministri në më pak se 6 muaj, kur siç e tha Henri, ka patur takimet edhe me Rubion, zonjën Spiropali, dhe takime shumë të mira në gjitha arenën ndërkombëtare, mu duk absurde dhe sot që flasim, unë nuk e di, pra, nuk di t'i jap shpjegim, por sot reagimi i Spiropalit më ka bërë përshtypje dhe kam mbajt disa shënimet e disa fjalë sajat që tregonin që ajo me shumë elegancë tregonte që nuk ishte dakord me shkarkimin, fliste me një lloj, pra për një lloj dinjiteti të saj në raport me gjithë çfarë kishte ndodhur. Për shembull, që në fillim ajo thot, dje përfundoi një detyrë, por liroi një rrugtim. Pra është një formulim që shmang dramën personale dhe e zhvendos fokusin nga postit e vazhdimësia. Pra ajo tregon që pavarësisht se unë ka sot nga ky post që e jep lideri, karriera ime politike dhe dinjiteti im nuk vjen diskutim në këtë raport. Nga ana tjetër, kur ajo shkruan se funksionet mbyllen me një vendim ndërsa përgjegjësia vazhdon me ndërgjegjen, mesazhi këndvështrimin tim është i qartë që posti është produkt vetëm i vendimit liderit, ndërsa pesha politike nuk varet prej tij. Pra, ajo sot, në qëndrimin e saj, që ishte një lloj qëndrimi politiko-filozofik, nuk ishte një qëndrim, siç jemi mësuar, që ose falenderues dhe elozhe pafund ose i dhënim, ajo në finale të gjithë fjalimit saj jepte shumë mesazhe në tekst dhe në fund, në një farë mënyrë lindte të kuptohej që dinjiteti i saj dhe pesha e saj politike është primare, nuk varen nga askush. Falenderime për PS-n dhe Ramën, thoshte ajo, por jo, po pash një qendrim që nuk kemi mësuar ta shohim. Po jap më shumë rëndësi njeriu që nuk është se ka ndonjë. Flasim për gjendjen brenda PS-s. Jo, nuk po them atë. Flasim për zhvillimet brenda mazhorancës. Po pra po. Po themi që ndryshe minuta valla. Një personazh nga zhvillimet, të rëndom. Nuk dua të ndërpres. E kuptova shumë mirë. Japësh kaq seriozitet siç i jep ti në fjalën tënde. Një personazh që i ka thënë Skënderbek ti gjithë jetën dhe në një farë mënyrë i ka bërë. E kemi bërë dhe ne meme atë pjesë. Jo, s'është bërë meme fare ajo. Ne jemi mjeshtra. Kjo ka qenë tani dëgjoj Jani, të lutem. Jemi bërë meme Elisën, doktorin, Ramën, Metën. Jo, i ka thënë vërtet ajo, Skënderbeu ynë tani. Po pra, po konteksti se si thuhet. Edhe një herë, mua do më pëlqente sot që do kishim ndonjë gjë të re për kuriozitet të njerëzve kush është Ferit Hoxha, se kush është Spiropali ama të keqen më bërë. Ferit Hoxha është një njerëz që ka punuar në diplomaci me doktorin, me Ramën, me gjithë. Po pra, dhe është personazh që ja vlen të japim kohë. Unë për shembull, të rim tani të merremi me Spiropalin. Unë për shembull, mes njërit dhe tjetrit, dhe këtu është një tezë që unë kam, unë do zgjidhja për herë një qeveri dhe një ministër politik dhe jo teknik. E kuptova. Dhe kjo është debat pastaj. Kalojmë te tjetra, Indrit po fillojnë nga ty. Ledion, nxirresh i foton? Nxirre pak foton e ministrit të ri. Ky tjetri me syza, kush është ky? Ky është Nuhi. Nufi, Ermal Nufi. Ermal Nufi që u vendos në vend të Ballukut. U vendos në vend të Vengut. Jo, nga Trova. Vend të Vengut. Jo, është ky Karapaçi në vend të Ballukut. U vendos ministri i mbrojtjes. Ky vendos ministri i mbrojtjes. Tani ç'është ky personazh Indrit e njeh? Ne nuk e njohim shumë këtë sepse këta kanë qenë administratorë, kanë qenë njerëz të pa ekspozuar. E kanë fjalën çfarë shkolle kanë mbaruar me çam Është për drejtësi, e ka si profesion si shkollë, ka qenë edhe këshilltar, pastaj më duket shef kabineti në të gjithë CV-n e vet e ka brenda ministri, brenda pushtetit këto 12-13 vite. E kuptova. Nuk ka shumë ekspozim për këtë dim. Po ka qenë administratë, domethënë. Po ka qenë. Vjen nga bota e administratës. Nga bota e administratës, vjen siç ka qenë në dhomën e avokatëve me një detyrë caktuar më parë, po vjen nga bota juridike. Po ka qenë administrat, nuk ka punuar avokati, nuk ka qenë profesion të lirë. Nuk njihet për këtë, domethënë. Në avokatët si 65.000 avokatë tjerë në Shqipëri. Mund ta themi të shkurt çfarë ka qenë? Ja tani. Që të mos. Jo, mirë. Jo thjesht për të hap infon e plot dhe pastaj infon e plot. Jepi
kemi I bloger shkurtimi shpirtit. jurist, funksionar në administratë, i emëruar së fundmi Ministri i Mbrojtjes, po ka përfunduar studimet për drejtësi, është licencuar si avokat në vitin 2013, ka qenë konsulent ligjor në sektorin privat dhe organizata jo fitimprurse, ka mbajtur zëvendës sekretari i përgjithshëm i kryeministrit, këshilltar ligjor i ministres Balluku, ka kryesuar poste të rëndësishme si autoriteti rrugor shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, duke përfshirë aktivisht të zhvillimin e politikave infrastrukturore dhe ligjore. Pra, gjitha pozicionet këto janë. Blob, pra i sa mund të qëtë blob në Shqipëri. Pra i sa mund të qëtë blob në Shqipëri. Indrit, ke në gjë për të Nufin, apo? Po nuk ka asgjë për këtë. Gjëja më... Ky vajtit e Ministri e Mbrojtjes, ë? Gjëja më ekzotike ishte që ishte themeluar si një kishë protestante. Me çpash, domethënë gjë më ekzotike. Është pastor dhe ky? Dakor. Ky pastor në partinë që ka qenë kisha dhe xhami dhe është shpalli Shqipërinë në vend ateist. Po kjo është interesante, se është një qeveri pak kuazi fetare në disa aspekte. Tani mbetet që... Ka qenë pastor Nufi? Po, me gjitha të ministrë... Ku ka qenë, mos ka qenë në një vetë? Janë 2 pastorë, tani presim që Edi Rama të ketë një problem tjetër me Turqinë dhe të vendos Ahmet Kala ministër për ta mbyllur. Kush është Ahmet Kalaja? Është një hoxhi i xhamis. Është ky shefi, është ky kryetari i këtyre, Ahmet Kalaja, mos është kryetari i myslimanëve? Nuk ka kryetar të myslimanëve, kryetari i myslimanëve është Bujar. I komunitetit, pra. Hoxha më i njohur, ndërmjet njohurit është Ahmet Kalaja. I bie që kur të ketë Edi Rama një problem me ndonjë musliman, vendos dhe një hoxh ministër dhe t'i mbyll të problemet shumë. Po është vetaj, nuk ka nevojë, është vetaj. Është hoxh osmanaj. Nuk ka qenë në dijenin time, nuk ka qenë pastor. Ka diçka në lidhje me... Por ka një video që ai ka bërë një rit me një familjar të tij edhe kaq. Dakor. Tash të shtojun diçka. Është i krishterë me një fjalë. Si e ka emrin? Nufi e ka Ermal, më duket. Është nga Mirdita. Ermal Nufi. Është katolik. Është katolik, se është kuksian nga Mirdita. Okej, dakor. Mirë, sa më shumë krishterët kemi qeveri, aq më mirë është në thelb, po hajtë shumë sik. Shpresoj që të lutën. Shpjegojnë arsye për të. Shpresoj që të lutën dhe ta justifikojnë që jeni krishterë. Pastaj shqyr që ka edhe ministra Verior ose. Vetëm Verior duhet të ketë. Të shpjegoj arsyen e vërtet që opinioni publik nuk e din. Për Nufin, për Erman Nufin. Pikërisht për këtë. Mos e hiq foton Ledion. Pra, Edi Rama në qeverisin e tij ka patur 3 punë mbarues, po shumë shkurtër. Pra, koordinatorin me krimin organizuar që flitet që është Ergysa Gasi, koordinatorin me oligarkët që është Belinda Balluku, dhe koordinatorin me investitorët ndërkombëtar që është Roni Afet. Ky izraeliti i famshëm që është tek Kajo, tek këto pjesa armatimeve. Pra, shërbimet informative, shërbimet partnere ndërkombëtare kanë qenë pas këtij zotërie dhe janë akoma pas. Nufi më thon ka kohë që është e bordi Kajo, thot, kompania e armëve. Po një sekond. Ta shpjegoj edhe më të qartë. Pra, ka përgjigje ambientale nga shërbimet ndërkombëtare, shërbimet partnere, ku zotëria izraelite Roni Afet flet me disa ukrainës përfshirë me një ish deputet Ukrainës, edhe ky akuzuar në Ukrainë për korrupsion, në prezencën edhe të një diplomati të huaj këtu në Tiranë, ku flitet edhe për gjitha aferet, bëhet fjalë për muaj përpara kjo, dhe ku Roni Afeti drejtohet të tjerëve që koordinatori jon që do të caktohet nga qeveria, do jetë zotëria që aso kohë ishte zëvendës sekretar i Këshillit Ministra, pra i kryeministrisë, dhe sot e ke ministër të mbrojtjes që do firmosi të gjitha faturat që janë për Kajo dhe të gjitha që janë një sër udhëzimet që do firmosen, VKM që do kalojnë, të cilët do drejtohen nëpërmjet koordinatorit që Roni Afet e ka zgjedhur. Dhe sot e kemi ministër. Po shumë, ku është e keqja këtu? Se mua kjo më duket një gjë... Po bëhet fjalë për afera korruptive. Po pse? Po bëhet fjalë për afera, pra bëhet fjalë për armatime të cilat Shqipëria nuk i ka kapacitete për t'i prodhuar. Këto i deklarojnë sikur janë, sikur do prodhohen në Shqipëri. Një pjesë e këtyre do shkojnë në Ukrainë. Pra, është një proces... Do të jetë në rakordim, do të jetë në marrëveshje me ndërkombëtarët këtë, se e bëjmë fshella çfarë është aty më shumë se kaq nuk mund deklaroj. Pra, ka përgjime të shpeshta, të cilat këta flasin për këto çështje. Dhe zotëria që përmendet si koordinatori Roni Afetit, sot e kemi ministër të mbrojtjes të cilët do firmosin të gjitha bizneset e Roni Afetit në... Henri, është koherente më duket mua. Jo, më nuk është koherente. Se vetëm njëri i tillë mund të jetë ministër, vëlla. Që di këto marifete, se s'mund të jetë një njeri në Alban. Pra, ndryshimi nga se po vjen, ndryshimi në qeveri po vjen nga, si thush,
presionin ndërkombëtar, apo jo? Bim gjithë palët, bim dakord. Pas 5 muajsh nga qeveria e re, ndryshohet një pjesë e mirë e qeverisë. Pre presionin ndërkombëtar. Nuk është ndryshuar një pjesë e mirë, Majneri. Kush është ndryshuar? Po është 1/3 e qeverisë është ndryshuar. Kush është ndryshuar? Të gjithë janë ministra të rinj këto. Po vlla. Është Është ndryshuar vetëm të lutem. Të është ndryshuar vetëm Ministri i Energjisë, se ke një vendim gjykate. ndryshuar tani Floger. Pra, e ke edhe nga vendim gjykate. Mbrojtja e energjia. është një Fani sekond. Më fal. Energjia është vendim gjykate, nuk është presion ndërkombëtar. Po nëse edhe këto tjera do të thonë kamuflim. Ke mbrojtjen, ke edhe ministrinë e jashtme. Po ministri brendshëm. Po s'është ndryshuar më burr. Po iku dikush erdhi një Po tjetër. çfarë erdhi ai që ka qenë 12 vjet zëvendës ministri i brendshëm. Nuk ka ardhur një gjë e re në ministri. Lamallari. Po pse lëviz ministri? Sepse kjo e brendshme ai ku bën zvendës kryeministri vetëm. Se ka për të marrë me administratën se atë rol i kalon për. Nese po ta mbyllu, janë ndryshuar. Nuk po të heq asnjë presë nga këto që thuat. Çokat që duhet kryen nga qeveria. Pse të duket ty kjo, më duket kjo koherente vëlla, tregon që Ramsi nuk e ka humbur fare orientimin në shumë i saktë gjërat që bën. Ramsi po vazhdon të Ore, qeveria vetvete ç'është, është një kompani aferash më burr që merret me afera. A jemi dakord? Lëvizje s'ka për të mos ndryshuar asgjë. Jo, tjetër gjë ajo, po flas për gjë tjetër më. Të ka bërë më. Po vë njerëz që dinë të bëjnë biznes, more Henry, ti Henry. Mua kështu kjo më duket. Kjo do shpërthej një skandal në të ardhmen, edhe ne do jemi këtu. Mirë. Shpërthej skandali do mftosh prap. Jemi duke folur dy regjistra ndryshëm. Do jetë skandal ndërkombëtar, jo skandal kombëtar. Ti po flet për rastet kur kapet në korrupsion ose kur kapet në shkelje ligji. Unë nuk po flas në atë gjë. Se shkelja e ligjit të gjitha njësë. Zgjidhet. Indri, nuk isë më ndjek. Po flas që personat që vjen. Një individ që kërkon të bëj biznes pa lishëm. Prita bëjmë bisedë kurse po të dëgjoj edhe mua. Po dëgjoj mua të dëgjoj edhe unë ty. Ajo që po them është kjo. Nuk të heq asnjë presë nga ato që më thua ti. Po them. Unë po të isha në vend të Ramsit. Kush do qoftë me njëri me dy parë mend në kokë. Kë do vija ministri i mbrojtjes ba? Kë do vija? Do vija një në Alban, një njeri që se ka iden fare? Jo, do vej një... Prit, apo do vej një njeri të eksperimentuar, po prit më... Lere mos kënë tani një moment, kur të shpërthej, le ta heqim. Po nuk mendoj do të perceptoj unë si Ramak. Po vetëm dy botë të ndryshme filozofike dhe me forma të ndryshme. Jeni dy botë dhe jeni dhe kundërshtar, pra ti po flet dhe politikisht. Jo thjesht jo si gazetar. Do ishe shumë dakord që ti ishe dikush tjetër ministër, mund të qëndruar edhe do të të shoh kur ti je në studio për Ferit Hoxhën, shumë shpejt. Kur të vish tu dhe nëse nuk thua fjalët e partisë për të, nuk është eri nga ata, nuk është eri nga ata. I kam thënë, dakor? Kam thënë gjëra të tilla nuk po të paragjykoj. Nuk i thoj nëpër media, ose kam thënë. Nuk po të paragjykoj. Fare, zero. Floger, të lutem, mos ikni gjëra anësore që s'kan lidhje me bisedën. Indrit, mendimi jo cili është vëlla. Ti po të ishe sot në vend të Ramsit. Mes projekteve që më bëri kurioz Henry me këtë që thot. Henry tani e shef vetëm te pjesa ku shkelet ligji, te korrupsioni. Dhe sa unë e shef pak më gjerë, një sekond. Mos më ndërpres. Ndodhi. Ç'a ndodhi? Filloi skandali, vllai i kush e nxjerr, cili portal? Syri. Ç'a thot vllai i? Më lexoj. Vllai i ministrit, i kujt? Ferit Hoxhës. Bla bla bla, po. Në grupin e kujt? Ja ta them tani të plot. Jo, mos do më thuash të plot. Ja pse e ka hedhur Marash Logu kush është? Është këshilltari i grupit parlamentar. Po, këshilltari i grupit parlamentar Partisë Demokratike ka hedhur në rrjetin e tij social lajmin në syri.net. Që flet për vllajin që i bie Feritit dhe vllajt Feritit dhe thot Marashi tani, se është zëri i partisë. Ja dhe ministri i jashtëm nuk mbetet pas thot. Pra gati për spak. Po për çfarë më burrë ajo? Ja pra ta them unë tani, ta hap syrin ta shoh se nuk duket tamam te fotoja që kanë bërë Marashi. Çka ka bërë vllai që duhet përgjigjet Ferit? Ban përgjegjësi për. Po nuk mban, po unë po të them taktikën tani, unë ka qenë punë të Akshi. E bëri syri këtë kaq shpejt. Ka qenë vllai Feritit te Akshi. Kështu është lajmi. Po ka qenë te Akshi vërtet? Pjesë aferave apo ka qenë funksionar? Ose te punë te Akshi ka shumë valla. A është i akuzuar ky njeri? Ka bërë ndonjë gjë, është në spak. Nuk e di, kështu ishte titulli i lajmit që pash. Mos dëgjoj, mos lexoj gjëra të cilat janë lutem. Besoj shumë. E thot, unë nuk e besoj fare, unë po them çfarë do bëjnë këta. E çfarë është syri që e thot? Më fal, çfarë do bëj PD-ja po them Oçan. Nuk po them që janë për të. Kujt i plasish do bëj PD-ja? Ne jemi sot ndaj të vratë. A hodha një tezë çfarë? E hodhe, por nuk është ky qëllimi i bisedës, o Floger. E tham atë, prapë do i rikthemi shpejt. Fal gjithkohën, dakor? Ne këtu e dhamë një këshill. Mos i bini njerëzve të cilët kanë reputacion pozitiv. Po pra. Këta e ranë që sot, gabimi madh, po punë e tyre sigur, prandaj një nga arsyet e tjera i zvinë në pushtet, se ky tjetri që është pushteti bën këto ore, ka kamikazët e vet,
i ka, janë me emra, dirat as e kush janë, që kur do të godasi njerëz mediatik ose politik që nuk i do, i lëshon këta, i mban me nga 400-500.000 lekë në muaj dhe i bën mut me libër shtëpie. Ky i gjati e bën. Po unë them, nëse dhe këta të opozitës do bëjnë të njëjtën gjë, Tash i gjati i karon... i gjati është më i fortë, i mund të kjo pjesë. Bashkimit Evropian, më. Unë them, Ale dia. mbushemi një me karburantet. Mbushemi njerëz voti. Fati ora, fat. Pa çerek. Pastaj do themi te Indriti se do pyesë për diçka Indriti, ë? Do pyesë për punën e se më intereson shumë kjo. Pjesa që kë do vinte Indriti Vokshi po të ishte kryeminist, a do e vinte këtë Nufin, Ermal Nufin apo jo? Ministri të Mbrojtjes. Shumë interesant kjo. Aq më shumë akoma nëse është kapur të perceptuar përgjigjime që thotë. Si Partisë Demokratike që në Erbeni Mami, tash i bëj krahasimet. Jo, po s'ka lidhje fare, Beni Mami është figurë e nderuar, s'ka lidhje fare. Ky pra është ndryshime. Nuk ka lidhje. Megjithatë unë po them, si koherencë politike dhe biznesi, mua më duket e saktë. Nuk duhet funksionoj, pra, në raport... Unë qeverinë e shoh biznes, pavarësisht se kjo nuk thuhet. Në Odirit, thuhet pikërisht që problemi më i madh në fushatën elektorale është që partia dhe shteti sot janë kthyer në një. Dhe nuk mund të kthehet shteti dhe biznesi në një. Duhet të jenë të ndryshme. Kjo është retorika që duhet i thuhet popullit. Nuk janë retorika, po në fakt, funksionojnë këtë mënyrë. De facto kështu funksionon gjithë botën qeveritë më burr. Jo, nuk funksionojnë kështu se po pisliqe bëjnë më nga mëngjesin darkë më burr. Pentagonit nuk merret me këto çështje. Pra, mos ka pse merret shefi më burr. Me lobin e prodhimit të armëve. Atje. Aty janë vetëm kështu. Jo, nuk Ngeli zora varë. Angeli Zora Maru. Sidomos të armët. Indrit e ty do vi. Se Enri na i hapi tani këtë, mua më intereson të vazhdoj çik. Analiza. Mos futi çdo lloj zorre që u del para rrugë, u kam thënë që interes do shkatroni makinën. Si shtot miku jon Marstit Gupi që mungon sot se të theshën llogara në një seminar. Marstit i ka të bukur atë, ju kujdese ju bën çek motori. Prandaj do shkoni vetëm te SPO Ili për të mbushur makinën tuaj me karburant 100% të saktë, të vërtet kristal. Kujdes, SPO Oil është i vetmi karburant që ju mban makinën në formë. Makina me frym, performancë motori brillante. Kujdes, jo çdo lloj zorre në makinën tuaj. Nisuni me kast, thoni do shkojmë të furnizojmë makinën këtu. Dhe kjo logo është vështirë të hiqet nga sy se shumë e bukur. The Fuel of Champions, karburanti kampionëve. Bravo Said, miku im Saidi që na ndjek prej kohësh tashmë dhe ndjekim prej kohësh në këtë emision. Bravo Said. Ledio, ky është momenti të ikim një pauzë dhe rikthehemi me miqtë e mi, Vokshi, Çeno, Zonja dhe Muça, apo të vazhdojmë dhe pak? Vazhdojmë dhe pak. Rikthehet fabula në ekran. Ndërkohë vazhdoni bëni pyetjet tuaja te Totus, që do e nxjerrë Ledio. Tani ka shumë pyetje që më kanë ardhur te Totus, domethënë të lexoj nga pak se s'kemi shumë kohë. Janë shumë pyetje që kanë ardhur, bëni vetëm pyetje, mos bëni komente, ju lutem, se nuk do i lexoj. Indrit, më thuaj lutem seriozisht tani, për te retorikave, për te deklaratave politike, për te asaj që na thuhet. Mua më intereson në këtë studi gjithmonë, i kam thënë dhe Erit, të themi atë që nuk na thonë më burr, çfarë ndodh realisht në underground, atë që ndodh nëpër kulisa. Pa dashur fare të mbrojmë asnjë se nuk i njohim këtë personazhe, po me që Nufi ju that, kush e tha? E tha Henri dhe unë nuk jek as impresi që mund të kapun në ca perceptime për punë armësh me Ukrainën, me këto nga shëmbujet e huaj. Dakor, shumë mirë. Dhe në momenti që nuk kemi akoma një shkelje ligji të publikuar, ose një akuzë, unë po të bëj një pyetje, ti e Indrit, kryeministër një ditë, a do ta vije një personazh, pra një identikit si puna e Nufit që ka dije, që ka, se thua që njeh njerëz, që ka raporte, që ka know-how, që ka ku diun çfarë duash ti, a do e vije në atë post apo jo? Por nuk po them nuk po them për të zhvatur, por të bërë më mirë punë të shtetit. Kjo është pyetja ime. Nëse tek ajo që thotë Henri ka diçka në kuptimin e implikimit. A do të na i thotë drejtësia, nëse ka. E para, secili ministër zgjidhet një person i cili nuk është i ekspozuar. Pra nuk ka shkelje ligji momentalisht, po s'ka dhe të dhëna për shkelje ligji në vazhdim. Unë dua të heqim këtë pjesë. Heqim këtë. Unë dua të heqim këtë pjesë, se s'ka asgjë këtej. Pa, në vlerësimin e dytë. Nëse do të vendosësh një ministër të mbrojtjes. Cili është kriteri? Kriteri është që të jetë njohës i botës së ushtrisë edhe i botës së shërbimeve të sigurisë. Bravo. Dhe i armëve. Po pra i botës së ushtrisë. Dhe i biznesit të armëve. Edhe i biznesit të armëve, por përgjithsisht vendosen reformator në ushtri. Pra njerëz të cilët merren dhe e kanë si zanat, po them në thonjza, të vetin çështjen ushtarake, pra botën ushtarake e njohin dhe e zotrojnë.
Zotëria një më mirë botën juridike dhe mund të ishte më mirë ministre drejtësie, se sa... Sigur ka ndryshuar gjërat më... Jo, shiko shteti mbetet... Ministrat janë civil, ministrat janë më shumë për... Nuk thash ushtarak general, unë, në kuptimin e... Shiko, është hequr në botë kjo. Autoriteti i ministrit... Ska në për ministrit shëndetësisë të jetë mjek, mund të jetë menaxher shumë i zotit. Por përgjithsisht dhe si do qoftë, njerëzit vinë me një lidhje nga ajo botë ku bëhen ministra. Mund të mos jetë... Ka një afiliacion, po ati? Një afiliacion. Mund të mos jetë shefi shtabit të përgjithshëm apo komandanti forcave kombësërisë detare ajrore, por duhet jetë njëri i cili ka lidhje me botën e ushtrisë ose me botën e reformimit dhe me sfidat që i vinë ushtrisë përpara. Nëse vendos një person thjesht dhe vetëm për të bërë biznes ushtarak, unë e shoh si problematike. Pra mund të jetë një person i cili e njeh botën e ushtrisë, por bën dhe biznes sepse pjesë e botës së ushtrisë... Hajde në kontekstin shqiptar. Pra në kontekstin shqiptar, pjesë e botës... Shqipëria është një vend i vogël vasal. Dakor? Çfarë i mbetet në dorë ministrit të mbrojtjes shqiptare të bëjnë më bukur përveç se biznesit? Tani ka diçka. I vend antar i NATO-s. Është pjesë e botës së ushtrisë, pjesë e botës së ushtrisë. Siguria kombëtare jote edhe vendeve të tjera. Ka diçka. Pjesë e botës së ushtrisë. Kur të vërtetohet kjo Eri tani se s'mund të themi gjëra kështu. Tani po flisnim për profil. Unë këtu nuk e marr si politikan, realisht. Po të ishte për politikan se kisha marrë fare. Prezantove si sekretar. Unë e marr si mendje ndritur, mendje lexuar dhe më pëlqen shumë te kjo pjesë Eri. E prezantova ashtu sepse është dhe ajo, por nuk e marr për atë, realisht. Ajo jo, ti nuk e merr për atë, po ajo është shumë analiza Eri. Po flasim sikur si e këtu. Ajo e kurszon detyrimisht dhe unë tisha. Se Eri, ju ditë të them që ditë të flasni edhe ndryshe për te asaj, por nuk ardha akoma momenti. Jepi njerin. Çani, po flisim për profilin e personit që vendoset ministri i mbrojtjes. Pjesë e botës së ushtrisë është edhe tregtia e armatimeve. Është edhe biznesi i armatimeve. Dhe normalisht një ministër i mbrojtjes njeh atë që quhet ushtria, por njeh dhe armatimet dhe tregtinë e armëve sepse është pjesë e asaj game. Por nëse vendoset një ministër me ekskluzivisht vetëm çështjen tregtare të armatimeve dhe nuk ka lidhje me njohjen e ushtrisë dhe reformave në ushtri, bëhet problematike. Shteti është krijesë konservatore. Ngado që ta rrotullojnë, ta fusin, ta përzihen me OJF dhe me profesione ndryshme, shteti si shtet mbetet një krijesë konservatore dhe unë mendoj se nuk duhet t'i ngatrojnë në dikastere dhe profesionet, ose duhet t'ja përafrojnë. Se nuk mund të gjesh diçka adapte 100%, por duhet t'ja përafrosh. Nëse është vënd për të bërë vetëm tregti armatimesh, është gabim. Po nuk tham që është vënd vetëm për atë. Sebastian, një sekundë. Shiko, ta mbaroj dhe një fjalit. Mbaroj. Se ti e ke qef Francën. Ka qenë thënë për monarkinë e Korrikut. Jo se kam qef Francën, ma atë gjuhë di se po di anglisht. Atë gjuhë do të gjëja gjëra të tjera, po nuk kam çfarë bëj. Ka qenë thënë Francë për monarkinë e Korrikut të 1830-s, thuaj monarkia e Korrikut është shoqëri aksionere. Pra këtu qëndron ajo çfarë thatë ju, që qeverit janë dhe shoqëri aksionere. Kjo është një analizë për një qeveri. Mirë po, janë shoqëri aksionere, por nuk janë thjesht dhe vetëm shoqëri aksionere. Pra shteti ka element të tjerë dhe detyrimet të tjera. Dakor, në thash, janë kryesisht për këtë gjë. Kryesisht. Në popull thonë gjëra tjera, në thelb, në fakt, në tavolin, bëjnë shoqërinë aksionere. Bëjnë shoqërinë aksionere. Nëse ne do ta legjitimojmë vetëm këtë mendim, do ta zhveshim shtetin nga gjithçka tjetër dhe do të shkojmë vetëm tek tregtia. Tregtia është shumë e rëndësishme, por nuk mund të metet tregtia elementi vetë. Shteti s'ka punë fare me tregtimin, do ta bëjmë private për atë punë. Nën pilotimin e shtetit bën dhe nën politikat e shtetit bën dhe tregtia. Pra në këtë rast unë nuk do e kisha emëruar ministër, nëse ka vetëm këtë pikë të fortë që njeh vetëm tregtin dhe lë pas dore çështjet e tjera të ushtrisë dhe shtetit, sepse ka qasje edhe te shërbimi i ushtrisë dhe tek forcat e kombësarisë dhe kudo tjetër. Çan 15 sekonda vetëm. Çfarë do thosh? Ministri i mbrojtjes së Gjermanisë dhe ministri i mbrojtjes së Francës janë të dy si dy pika ujë të shkolluar për drejtësi. S'është problemi për drejtësi, unë s'po të... Jo, gjithë argumenti është duhet nuk është problemi, Floger, diplomatët më të mëdhenj në botë kanë qenë priftrit.
Po cili është argumenti yt pra? Argumenti im ishte që nëse është vënë vetëm për tregti, Jo, ti the duhet njohi këtë, duhet të njohë botën e ushtrisë. Duhet të njohë botën e ushtrisë, jo se duhet të jetë ashtu. Ja pra, juristë janë dhe këta, nuk e njohin dhe këta i bie. Ka juristë që njohin botën e ushtrisë. A ky është? Indrit, mendon ti? Është e vështirë ti urosh sukses e këtyre njerëzve edhe pse akoma nuk kanë dalë të... Ka diçka. Është seksi ti është opozit. Në rastin e urimit të sukseseve, ka një problem të madh. Që ju vetë keni thënë aty që ndryshon maskat e drama. Maska janë, e di se dhe maska çështja nuk ka qenë tek emrat në qeveri, por çështja ka qenë tek mentaliteti i kryeministrit dhe tek stili i qeverisjes së kryeministrit. Le ti ndroj këta pas 4 muaj, stili i qeverisjes do mbetet i njëjtë. Unë quaj maska këta se në fakt nuk ka qeveri, është vetëm Rama. Këte janë thjesht zgjatimet e ti. Por ti uruar suksese, unë do t'i uroj suksese në këtë mënyrë, suksese në marrëdhënien me Edi Ramën. Interesante edhe kjo, po pa tjetër, po. Po. Sebastian, kishe që për thëmë për këtë nufin? Jo, se të nuk e njofim. Flogert, kush është kjo vajza Bjonde? Ose zonjë, ose zonjush nuk e di që është? Deputete e Qarkut Vlorës, kaq. Nuk ka asgjë. Tani është bërë deputete për herë të parë. Më duket se po. Që ka mbaruar, si e ka emrin? Drejtësi. Erjone Ismaili më duket. Ka mbaruar drejtësi dhe kjo juridik. Nga Saranda, mos gaboj. Nga Saranda në origjinë. Kjo është marrë me bashkit më herët, dhe të shohim tani a do t'japim ndonjë kontribut le të themi sa i përket kësaj reformës madhe që ne... Qa ministre u bë kjo edhe njërë? Për marrëdhënien me parlament. Marrëdhënien me parlament. Iku. Po zotëria atje kush është me syza, me mjekër në fund? Ai është... Enea Karakaçi. Enea Karakaçi, pra... Të vënsuesi i Ballukut. Okej, dakord. Po ç'a pashin lajmë për këtë sot më burr? Apo si ishte ky? Dyshime, po kjo e mohoj faktikisht. Qa ishte lajmi i pash? Mund të ketë pasur një kontroll nga BKH-ja, po kjo e ka mohuar dhe nuk e kemi të vërtetuar në qoftë se ka pasur apo jo. Po Enea vetë ka qenë, ti Henri ti the që ka qenë, ka punuar administrat. Po. Vartës. Edhe Vartës, ka pasur punë të tjera apo jo? Ka punuar paktën periudhën e... Ka qenë te Osheja, tha Flogerti në fillim. Po dhe Blendi Goçi ka qenë Vartës i Ballukut më përshkruaj. E di. Jo, po. Po Balluku ka qenë ta marrim atë logjik them. Po, dakord, po është... Balluku ka qenë kryeminist de facto më valla. Gushti i njerëzve të besuar. Ai ka që i ka rritur vetë. A thua? Të gjithë të besuar janë ata që emërohen drejtorat përgjithshëm. Jo, mos e nuk besoj se ka lidhje me Feritin, se ka rrit Feritin. Jo me Feritin, jo. I ka zonja Balluku këta që janë vendosur, nuk është se i ka thjesht Vartës, por i ka që i ka rritur dhe promovuar vetë. Koska fol dori Balluku vetë. E paparë, bravo i qoftë. Sa e fol dori e femër, çudia marrë. Misteri mat është Balluku, misteri i paparë. Misteri që palese kur do zbulojmë në një ditë, a zbulojmë do të apo jo? Joni Përbashkët gazetar përdorë terminologji rreth ndryshme për pushtetin e zonjës Balluku. Qa thot ai më Raman? Digjo, ku është Balluku tani aktualisht Belinda? Se mam ka mërë madhe, ba. Më vjen një informacion që Ministri i ri i Energjisë, Karakaçi, ka hyrë në punë, ka filluar punë në Ministrinë e Infrastrukturës që në kohën e të ndjerit Sokol Oldashi. E ke pas njoftë Indrit? Jo. Jo, po ti Henri? Jo. Në kohën e Oldashi që e ka marrë Oldashi në punë? Ka që fëmijë. Ka qenë pjesë administratës. E ka marrë Oldashi në punë? Po. Pra janë blop të gjithë më burë. Qa kanë bërë? Pra jo, ai ka një jetë në Ministrinë e Infrastrukturës, por zonja Balluku ka 6-7 vjet në krye të asaj ministrie. Po pra, dhe më janë blop, bu janë blop. Blobun e përdor të fjalë se di se kupton asnjë, kupton? Vetëm 2 vjet e kupton fjalën blob. Blob do të thënë janë kështu, janë deep state më burr, janë njerëz të shtetit, janë burokrat me fjalë apo jo? Burokrat janë. Qeveri teknike deshtëm, qeveri teknike morën është në një farë mënyrë. Punon dhe operon dhe me njerëz që gjen në ministrinë ku shkon. Po pra. Nuk është ky problemi. Pra ministri Bushati ka qenë në Vartës i Majlinda Bregut, mos gaboj. Dikur në ministri. Ore tani po të më ndodhte gjymua tani. Ore e zën se më ndodhte gjymua larg qoftë më përgat. Pse flisni kështu burr? Jo të vdisja më jo, se për të vdekur kemi të gjithë. Po e zën se më ndodhte një gjë nuk do vija dot në emision. Tani, gjëja e parë, do thoshja, ose Marsitit, që së shtu tani sot, ose Sebastianit, ose ty, thoshja, ma bën që ke emisioni se se zvi do të unë, vla. Tani, kjo qa është? është që unë juve ju kam... Svi do të, por, është ka që thjesht. Dere të përdojnë një nga njerëzve cilët punoj. Jem dakord, vla. Po, por, ata që duan shumë ty në media, do thonin, si që dhe mund të thonë, që? Si që po themi ne për ata, Por e mirë, po cila është e vërteta? E vërteta Që si ka e vërteta? E vërteta, cila është e vërteta se thuash, ore ku jemi më afër realitetit?
E marrë realiteti që këta janë thjesht pinjollë të Balluku, që ka pa E Balluku vërtet është që atje. ne nuk kemi 200 milion çan, ne jemi më pak se 2 milion. Jo, po s'ka lidhje. Njerëzit që janë administrat janë ata. Ta kam vllatin Në që shkallët e karrierës janë ta kam ato. vllatin që, ore, gjërat në jetë i bën me o me shokët e tu, o me miqtë e tu, por se nuk i bën me të panjohur, apo jo më herë. Pa jemi dakord por Berlusconi me 5 veta qeverisi Italinë për kaq vite, apo jo mo Indrit. S'mund të marrësh njerëz nga rruga tani për si një fare tani. Pra hajtë ja vën kuris Balluku shkret shumë gjëra, po të paktën jo pse janë bërë Dhe këta. të kualifikuar janë, nuk është janë njerëz që janë Dhe simpatik më duken o burr. A nuk e di ç'mendojnë këta spaku. Pastaj për shembull ai ai ministri i mbrojtjes ndjes se mbi. Unë i uroj sukses e njerë tyre, unë nuk i... Ai qenë ka dhe vetëm për faktin që është besimtar par excellence, unë i shapelën. Nufi? Ministri i mbrojtjes, po. Edhe pse pararendë si ti që janë miq, se kam dhe i foto që janë shumë shok, domethënë Ky me kë? me ish ministrin, me Vengur, Me Vëngun. që dhe ai ka bërë një punë të mirë. Vëngu ishte me atë sot, e pe ishte me atë, me Amerikanën. Van Hornin. Edhe ishte gëzuar qeshte ajo kështu da këtë qefa të Vëngun ajo më duket, se e pash një qeshte Van Hornin, ishte kështu e gëzuar që po. Jo, opozita mendon që amerikanët e kanë hequr Vengun, kështu që E pe që mori ato, mori ca armë. I dhanë amerikanët ca armë Shqipërisë. Kanë tërkohës japën. Kanë akoma interesën në rajon. Po Indrit po ja shitën apo ja dhanë falas? Kush t'jep falas? Amerikanët. S'tjep njëri falas armë, aty ka kontratat rregulluara sipas aleancës ku bën pjesë. S'mund të ketë kuptim të jap ka armë qenë falas. drejtor ky ministri i ri Çan që në 2011. Unë për nufin vlla ka vetëm një këshill, para se nga kjo fabull. Që ti mbushim mendjen Ramsit, ose të bindi këta partnerët, fjalë madhe shumë këto partnerët, shefat e vet, të huaj, ti bindi, në ti thotë, më duhen kaq lek, na duhen patjetër, më fal, avion për të shuar zjarret në verë. Ti blej tani, mos i lipur në verë se do ham dynjan, urdhon. Ajo që unë do i këshilloja ministrit të ri, tjetë vetëm të ndjeki linjën e udhëzimeve që të vinë nga NATO, pra instanca ndërkombëtare, dhe t'i shmangi sa më tepër këto lojrat që po bëhen, që bin ndesh edhe me interesat e vetë aleancës. Avionat i ka gati, sipas informacioneve që kam. Janë në proces. Avionat për ujë, shuar. Vërtet? I ka kryer Vengu. Nga i kanë bler? A i ka bërë Vengu ndërkohë? Po. Janë në proces. Shteti NATO-s diskuton për avionat me ujë. Po ne s'kemi asgjë, pra. Këtë pra po them, ne kemi pasur dhe s'kemi. Po, pra. Ne nuk po flasim që jemi Zvicra mor burr tani, ne e dim çfarë jemi, kështu që. Themi ç'po ndodh. Më pëlqeu kjo Enrit që i dha këshill. Ti ç'a këshille do i japësh Feritit, këtij thuaje Nufit, kësaj vajzës ose zonjës, se nuk e di, nuk e njohim. Si e ka Eriona Ismaili? Eriona Ismaili e ka flokër? Eriona Ismaili dhe thuaje Karakaçit, që ka një bie më shumë interesant, Karakaçi, Enea Karakaçi, që është Eriti, që është Shkodran dhe që është në vend të Ballukut. Shkodran. Në vend të Ministrisë së Ekonomisë, gjitha Ministria e Madhe. Si aktor filmi duket ky tipi me syze këtu, a? Ky Karakaçi. Me këta të isha luatur po të isha unë. Gjanë që si profesori. Gjanë si profesorit e ajo. La Casa de Papel. Casa de Papel, bravo Ledio. Po e ashtu Rama, Ramsi. Sa më shumë kalon koha, me të duket e nri, po e performon. Pra, po vë personazhe cilët duken si personazhe filmash. Jo, po e di kush është interesante ndjes çam. Feriti ka punuar me Partinë Demokratike. Ermali ka ardhur vonë. Nese, këto tani janë, këto Jo, janë po është teknike. janë shumë të vështira këto për t'i lidhur. Jo, nuk është lidhje. Janë të sforcuar. Janë teknik komplet. Pra, Ministri i Energjisë është rritur në atë ministri, ka qenë drejtor që në 2011 dhe sot është ministër. Feriti po ashtu ministri i jashtëm, kurse mbrojtja është një gjë e re dhe kjo marrëdhënie me parlamentin nuk është as ministri, kështu që nuk konsiderohet. Edhe kjo ka pamje shumë serioze. Është qeveri teknike që as Partia Demokratike nuk e atakon dot. Si më ba, i ran Feriti direkt ta. Pa tjetër më po, nuk i quaj Partia Demokratike ata unë. Unë po them për demokratët modern. Se pashtes. Që është ki flogezi. Ka kështu Euro-Atlantik. Qas najt e Euro-Atlantik. Nese, Euro-Atlantik. edhe pse janë më të moderuarit, edhe Indriti, edhe Enri për shembull, prap ja gjetën
Ja gjetën kritikat. O, Arjan, ne nuk jemi të moderuar, ne thjesht e bëjmë kritikën mirë. Bravo. Ne mund të jemi më radikalët, Pa të sa fyerje. gjithët, jo, Pa ta fyerje. shpjegoj E bëni pa fyerje pra, e kuptova. pa fyrje bëhet kritikë. ashtu duhet, Ajo jam dakord me kritika nuk është kategori fyrje. Jam dakord. Ne mund të jemi më radikalët, Po. edhe më të moderuarit. Moderuarit në shprehje, Po pra, më të moderuarit janë Fjalo. përgjithsisht ta që shajnë. Në gjuhë, po jam Ta dakord. bëjnë ato çfarë është mesatarja e shoqërisë. Jam dakord me Dhe ty. është i moderuar. Tani për këshillën që më thënë, raport me këta, Po shpejt e shpejt se unë nuk s'kemi marr kohë. përsi për t'ju jap këshill, se nuk e ndjej veten aq. Po pse më një këshill mund t'i japim, mund t'i... Jo, mund t'ju jap vetëm një këshill. Indrisë. Pa dashur dukem si më Edhe ti ke përvojë, por se ti ke punuar, ke gjithë po po pa vite që... dashur të dukem si më i vjetër se sa jam, dhe mund t'ju thoja vetëm këtë gjë që është thjesht punë. Pra merrni mësim nga ata që kanë qenë para jush, të cilët kanë përfunduar keq. Është si Bersaleti me... Jo, e theti batunisht, e perl. Urojt keni mbërndet mira me Edi Ramën. Po pra, të tjerë para këtyre kanë përfunduar keq. Të shkurtimisht ka qenë kjo, kur Gjeli, Dhelpra dhe Luani kapën një lop. Edhe i thanë Gjelit, si Pritani, se unë të ngatrojnë tani këtu. Prit, i thanë Gjelit, Ma ka bërë kaq një ftara aja të si shkeli do me ta- Kovardini dhe unë ngatrohesh shumë. si do të Ka nuk qenë- është si ajo, jo. Prit, mos nxito. Ka qenë Dhelpra, Luani, Dhelpra dhe Gjeli, Po? kapi një lop, e vrasin. Edhe tani Luani i thot Gjelit, si do të ndajmë të lopën, të gjysmën ti, gjysmën unë, gjysmën Dhelpra. Dhe në rregull e kapët e Luani Gjelin e përplas gamorit, Gjeli lëviz këmbët kështu. I thot Dhelpër, si do të ndajmë, gjysmën tin gjes, gjysmën tin drek, gjysmën tin dark. i tho Dhelpra. Po, i thot, po kush të mësoj kaq mirë që ta ndash me Dhelpër, tha Gjeli. Dhe këta duhet të mësojnë nga gjelat të cilët janë përplasur për muri, nga Spaku dhe nga Qartë. Rama vet, të mësojnë nga gjelat para tyre. Unë këtë këshill kam. Sepse ti thua që mund të bëjnë edhe këta kolateral. Sigurisht. Dakor. Qani, Ale Dio. po t'i shohim si personazhet Kazet e Papel, A? fillojmë nga i pari është profesori. Kush i pari Feriti? I pari është Karakaçi, jo. A Karakaçi djathtas thua ti, djathtas nga ana ime, kur jam unë këtu. Ai është profesor. Karakaçi është profesori, po. Po. A? E dyta është Lisbona. Lisbona, po bravo. I treti është Helsinki. Helsinki, po, burça, i matle Dio. Dhe i Helsinki, katërt- është Nufi është Helsinki. Po. Po, Po, edhe, se është fuqia, pra, mbrojtja gjitha. po, edhe Feriti qa është? Feriti është Berlini. Miri ka kapur. Kjo meriton. Je dhe tjerë janë i pesti. Po, unë kush jam, Ale Dio? S'më ka mua, jo. S'më ka se ka 23 vjetë me mua. E ka të vështirë. Si pjesa e filmi, jo. Kjo meriton një sër big up për Ledion. Mos I doshta. provojmë një sust fillimisht edhe. Ikim një sust, ikim Dorelani, Provojmë një urgent. dyshek herë. Një dyshek, urgent ndryshoni stilin e jetës dhe stilin e gjumit, sepse lat nam. I jepi rëndësi gjumit